Hetimi i SPAK mbi procedurën e prokurimit për lotin 4 të Unazës së Madhe ka zbuluar një rrjedhë ngjarje shënis me komunikime të brendshme me zyrtarëve të lartë dhe përfundon në një përplasje institucionale mes prokurorisë dhe të qeverisë. Dosja hetimore përfshin mesazhe të rikuperuara, dokumente zyrtare të procedurës së tenderit dhe korrespondencë të brendshme të autoritetit rrugor shqiptar, të cilat të marra së bashku përbën bazën mbi të cilën SPAK ka kërkuar pezullimin e ministres Belinda Balluku nga detyra si zëvendës kryeministre dhe ministre infrastrukturës dhe energjisë. Sipas dosjes, më 10 shtator 2021, Balluku i ka komunikuar ish-drejtorit të ARSH-s Evis Berberit një udhëzim të qartë për biznesmenin Ilir Shtufi, administratori Nova Construction 2012. Mesazhi i saj tregonte se procedura shkon me Euroteorema, duke krijuar një prafrim të hershëm drejt një fituesi të paracaktuar, para se të hapej gara zyrtarisht. Menjëherë pas këtij komunikimi, Berberi ka kontaktuar Shtufin dhe ka thirrur në takim në zyrën e tij në ARSH. Vetëm 4 ditë më vonë, më 14 shtator, Nova Construction 2012 ka firmosur një marrëveshje bashkëpunimi me Euroteorema Peqin dhe Pevlaku, duke krijuar bashkimin e operatorëve që më pas do të shpalleshin fitues të tenderit. Kjo marrëveshje është firmosur ende pa mbyllur afati ligjor për dorëzimin e ofertave, çka SPAK e konsideron tregues se kompanitë kishin dieni paraprake për rezultatin e procedurës. Ditën e hapjes së ofertave më 15 shtator 2021, komunikimet e brendshme brenda ARSH-s tregojnë se procesi i vlerësimit të ofertave po ndiqej në kohë reale nga drejtori Berberi përmes informacioneve që i përcillte varësja Miranda Shkurti. Ajo i dërgonte në mënyrë të vazhdueshme fotografi të zarfeve, tabelave me çmimet dhe detajeve të ofertuesve. Në një nga fotot e gjetura nga ekspertët, kursori i kompjuterit ndodhej pikërisht te oferta e bashkimit Euroteorema Pevlaku Nova, duke treguar se vëmendja ishte e përqendruar te ky grup operatorësh. Dokumentacioni dorëzuar nga fituesit ka nxjerrë në pa një tjetër element të rëndësishëm. Një prej kompanive të konsorciumit Nova Construction 2012 ka paraqitur si punë të ngjashme kontrata ndërtimi pallatesh banimi. Tenderi kërkonte eksperiencë specifike në ndërtim rrugësh dhe autostradash, ndërsa këto kontrata nuk përputheshin me kriteret. Pavarësisht kësaj, operatori është kualifikuar dhe ka fituar së bashku me 2 kompanitë e tjera. Në komunikimet e siguruara nga SPAK, ministra Balluku ka shfaqur shqetësim se lista e fituesve mund të ishte publikuar para kohe nga persona të brendshëm dhe kërkon identifikimin e burimit të rrjedhës së informacionit. Në disa momente ajo kërkon shtyrje apo kontroll mbi kohën se kur duhet bërë publikimi i rezultateve, element që SPAK i konsideron si tentativë ndikimi në procesin administrativ. Duke u bazuar në këto prova, komunikimet e ministrisë me dëshmi orientimi, ndjekjen e procesit të hapjes së zarfeve nga jashtë komisionit, mospërputhjet me kriteret e punëve të ngjashme dhe dyshimet për ndërhyrje në proces, SPAK ka kërkuar pezullim nga detyrat të Belinda Ballukut. Sipas prokurorisë, qëndrimi i saj në funksion rrezikon të ndikojë tek varësi dhe tek administrata që po hetohet, si dhe mund të japë akses në dokumente që lidhen me çështjen. Qeveria shqiptare ka refuzuar të zbatojë kërkesën e SPAK-ut duke argumentuar se pezullimi i një ministri duhet të bazohet në interpretim të qartë kushtetues dhe se prokuroria nuk ka autoritetin për të kërkuar ndalimin e ushtrimit të funksionit ekzekutiv. Për këtë arsye, qeveria ka dërguar çështjen në gjykatën kushtetuese, duke kërkuar verifikimin e kompetencave dhe përcaktimin e kufive midis pushtetit ekzekutiv dhe atij të drejtësisë. Aktualisht, çështja është në pritje të vendimit të kushtetueses. Nga një hetim për procedurën e tenderit, kjo aferë është kthyer tashmë edhe në një test institucional që prek balancën e pushteteve dhe mënyrën se si trajtohen zyrtarët e nivelit të lartë kur përballen me procedura penale. Do t'ja themi publikut që ne ishim duke debatuar deri në këto momente të tre përsa i përket shkarkimit, secili ndoshta me ato opinionet e veta, por megjithatë ju jeni pezullimi, ju jeni jurist. Se të kthye avokati. Do duhet ta nisim bisedën kështu. Ne jeni 242, pezullimi një ushtrimi të një detyre shërbimi publik. Me vendimin që disponon pezullimin e ushtrimit të një detyre a shërbimi urdhëron kushtetutën publik, gjykata i ndalon përkohësisht pa ndehurit, plotësisht ose pjesërisht veprimtarinë që lidhet me to. Në këtë rast është plotësisht në raport me Belinda Balluku, si zëvendës kryeministre dhe ministri i infrastrukturës. Dhe pika 2, kjo mas nuk zbatohet ndaj personave të zgjedhur sipas ligjit elektoral. Tani, çështja është kushtetuese. Më thuaj avokat. A do duaj të pezulloj Belinda Balluku nga këto detyra, nga GJKK apo jo? Atëherë, sipas nenit 7 të kushtetutës,
kemi sistemin e qeverisë në Republikës së Shqipërisë që përbëhet nga 3 pushtete, legislativi, ekzekutivi dhe gjyqësori. Në rastin e zonjës Balluku, gjyqësori futet në kompetencat e Këshillit të Ministrave, pra të pushtetit ekzekutiv, dhe i kërkon kryeministrit që në këtë formë të vendimit pezullohet zëvendës kryeministria e tij. Kushtetuta një vetëm 2 veprime, emërim dhe shkarkim, pra kryeministri propozon tek presidenti, presidenti emëron dhe shkarkon, pra nxjerr dekret dhe kuvendi shqyrton dekretin. Për sa i përket nenit 242 të Kodit të procedurës penale dhe paragrafi 2, nën kupton që kjo mas nuk zbatohet ndaj personave të zgjedhur sipas ligjit elektoral. Dhe po të shikoni, aty keni një hapësirë që thot ligji elektoral. Kush është ligji elektoral? Ligji elektoral është kodi zgjedhor dhe sistemi zgjedhor që ne kemi zgjedhur. Dhe është sistemi të zgjedhurit të drejt për drejt janë deputetët e parlamentit. Tjetër? Dhe pastaj të zgjedhurit nga deputetët e parlamentit vijnë Këshilli i Ministrave i cili merr vot besimin të zgjedhurit në parlament. Pra do të thotë që një person i cili është antar i Këshillit të Ministrave mund të jetë edhe deputet dhe mund mos jetë deputet. Dhe aty vjen pikërisht kushtetuta në nenin 103, paragrafin e 3 dhe thotë që pra antari i Këshillit të Ministrave gëzon imunitetin e deputetit. Që do të thotë në rastin konkret, vetë kushtetuta ka mbrojtur institucionin e kryeministrit dhe zëvendës kryeministrit dhe ministrave duke i dhënë imunitet që mos të cenohet ndaj çfarë do lloj forme të jetë vendimi gjyqësor. Sepse vetë kushtetuta në nenin 73 përcakton qartazi që deputeti duhet patjetër duhet t'i hiqet imuniteti me kërkesë të prokurorisë në parlament. Avokat Shiko, një strukturë, siç është gjykata e posaçme antikorrupsion, nga ana tjetër me kërkesë të prokurorisë posaçme antikorrupsion, kjo ndoshta edhe për ta thjeshtëzuar pak. Një qartësim të publiku, çfarë është prokuroria? Është një institucion kushtetues, por nuk përfaqëson pushtetin gjyqësor. E qartë. Gjykata e posaçme përfaqëson pushtetin gjyqësor, është pjesë e pushtetit gjyqësor. Pyetja ime është tjetër. Në vendimin e saj gjykata e posaçme ka arsyetuar edhe se pse ka vendosur dhe ka pranuar kërkesën e prokurorisë posaçme për pezullimin nga detyra si zëvendës kryeministre dhe si ministre infrastrukture dhe energjetike zonjën Belinda Balluku. Mundet një gjykat që të bëj prova të tilla, pra sepse nëse ju thoni që në kushtetut thuhet në nenin kaq e aq se s'po hyj ti rendis nenet, thuhet që është i mbrojtur ka imunitet një lloj si edhe deputetët, pra është edhe i zgjedhur, sepse unë kështu e kuptoj që kemi të bëjmë ministri që ka i zgjedhur. Jo, ministri është i emëruar dhe me votbesimin e antarëve të parlamentit. Në fund mua kështu më rezulton. Zoti Rama ka votbesim. Ta përfundoj pyetjen. Dhe votbesimin e ka marrë nga parlamenti. Andi, ta përfundoj pyetjen. Pra, gjykata po bën një provë. Gjykata po bën provë, po pse ju mendoni? Edhe po pranuar mirë. Zoti Dumani afërmendësh edhe çfarë? A mund të gaboj gjykata kushtetuese? Po, mund të gaboj sepse gjykata e shkallës parë kontrollohet nga gjykata e apelit. Gjykata e apelit kontrollohet nga gjykata e lartë dhe në fund fare të gjitha këto vendimarrje të gjykatave të shkallës parë, të dytë dhe gjykatës së lartë kontrollohet nga gjykata kushtetuese në rast se janë në pajtim apo jo me të. Dhe përveç kësaj në fund fare qytetari i drejtohet gjykatës europiane e cila ka rrezuar her pas here çdo vendimarrje të gjykatave shqiptare. Pra ka një hark hierarkik kontrolli. Jo, pyetja ime më shumë është pse duhet të bëhet një gjë e tillë në momentin që mund të rezultojë farsë. Nuk e di se si gjykatësi dhe prokurori kishin marrëveshje me njëri të bëjnë këtë gjë. Duhet të bëjmë po. Duhet të bëjmë edhe një sqarim tek opinioni publik. Ka diçka se ata e kanë të bazuar në ligj e kanë të bazuar sepse kanë specifikuar. Po apo edhe ligji është çështje interpretimi, se ndryshe interpreton ti, ndryshe interpretoj unë që nuk jam juriste. Prokurori interpreton, avokati interpreton dhe shkon te një gjykatë më të lartë e cila thotë në fund fare unë zgjedh që mos ta pranoj kërkesën e kryeministrit. Por ne përderisa jemi në opinion publik, pra që të kuptojnë edhe qytetarët, është diçka shumë e thjeshtë. Çfarë ndodh? Prokurori i Spakut mund të arrestojë një gjyqtar në krye të detyrës vetëm në kushtet e flagrancës. A e pezullon atë në krye të detyrës? Jo. Pse? Se vetë kushtetuta në nenin 140 thotë pezullohet gjyqtari vetëm me vendim të Këshillit të Lartë Gjyqësor.
Kur në rastet Në rastet e arrestit në burg, arrestit në shtëpi, ai merr në cilësinë të panderët për një vepër të rëndë të kryer me dashje dhe në fundit kur fillon procedimi disiplinor sipas ligjit. Pra, mua nuk më duket të krahasim këtu. Jo, sepse është pushteti gjyqësor, si për shembull pushteti gjyqësor paska kufizime në kuptimin e pezullimit që nuk e pezullon prokurori, a ushtron gjyqtari i gjykatës shkallës parë, dytë dhe tretë. Po mirë, nga ana tjetër, avokat, se shifte, po ta lexosh arsyetimin e gjykatës, edhe në raste të tjera në momentet që le për të dëshiruar nderuar. Aty pastaj ju interpretoni juridikisht. Jo, do ta shikojmë, Edhe rasti në momentin që një person është në hetim, është marrë dhe i pandehur dhe vazhdon ta ushtrojë detyrën dhe në dy pika gjykata thonte që duke vazhduar dhe duke qëndruar në detyrë rrezikon së pari që të prish Iqe imunitetit. Iqe imunitetit që është brenda, si çon të tjerët brenda. Iqe imunitetit, s'ta mban, pse nuk ta mban? Pse ke frikë të heqësh imunitetin? Dhe do të them një rast tjetër. Do ja drejtojmë pyetjen. Rasti kur fut patos në anën në burg, shkoi Partia Socialiste, grupi parlamentar i Partisë Socialiste dhe thotë pse futët në burg, pse këtë me radhë dhe në fund fare thot, a ka, pra, heqja imunitetit, a veçohet, pra, kur të heq imunitetit duhet çojë në burg, heqja imunitetit duhet bëhet kontroll. Dhe i thot gjykata kushtetuese dhe i thot gjykata kushtetuese. Meqense imuniteti, liçi imunitetit s'ka rëndësi të vendosë më sigurie. Vetëm një pyetje. Po imunitetet në rastin konkret, imunitetet e zonjës Balluku janë të ndara nga njëra tjetra, pra ka imunitet të deputetit, ka dhe imunitet si antar e Këshillit të Ministrave. Diferencojnë këto dy? Jo, në rastin konkret, nëse prokuroria, gjykata do të bënte kërkesë për heqje imuniteti, do të bëjë kërkesë për heqje imuniteti si deputete apo si antare e Këshillit të Ministrave? Të dyja bashkë. Si deputete dhe si antare e Këshillit të Ministrave, shkojmë të dyja bashkë. Po pse do të shkojnë të dyja bashkë kur është një, sepse po të dyja bashkë sepse në rastin konkret, në rastin konkret ajo është e zgjedhur dhe duhet të ezaurohet pra të heqë edhe si deputete, edhe si antari i Këshillit të Ministrave. Sepse duhet ja theksojmë në 103, ja theksojmë në fund fare gëzon imunitetin e deputetit. Ministrave për rasti Balluku që është ministre dhe zëvendës kryeministre, gëzon imunitetin e deputetit. Po përderisa është deputete, nuk ka si e merr këtë. Jo, e merr automatikisht sepse e ka si deputete. Pra e ka një herë. E trashëgon pra. Pra e trashëgon me një herë. Pra do thotë që zonja Balluku duhet të heqësh imunitetin si deputete dhe si ministre. Spaku është treguar i kujdesshëm, mendoj unë. Më lër ta mbaroj. Spaku është treguar i kujdesshëm sepse çfarë ka bër? Në kushtet, nuk ka kërkuar, nuk ka kërkuar heqjen e imunitetit për të bërë kontroll banese, për të vendosur mas sigurie ndoshta. Një nga sepse hetimet vazhdojnë patjetër. Tani, duke qenë se i trembet helmimit provave, ase është mashtrim publik. Një sekond, se jo, mashtrim publik. Mashtrim publik. Pse futin burg Veliajn atëherë? Avokat, do ta fuste edhe këtë burg. A e kupton tani se si mashtrim publik nuk të jetë, se ne kemi parë edhe raste të mëparshme, edhe të funksioneve të tjera, edhe atyre administrative, para drejtuesve të administratës, që në momentin që vazhdojnë, çfarë është ai në punës? Qëndrojnë në të njëjtin vend. Në punës civil. Po pra i vetmi që është që mund të pezullohet nga Këshilli i Ministrave, dini kush është? E dini kush është? Sekretari i përgjithshëm, sepse ka statusin e punësit civil. Ai pezullohet. Tani. Çon si ka, gjithsesi. Jo, ka ndikon arsyetimin e vet gjykata dhe kërkesën e vet prokuroria e posaçme ka qenë shumë e drejtë sepse duke qëndruar mund të ndikojë te provat dhe mund të përsëris veprën penale. Urdhëroi sekretarin e përgjithshëm ta kemi kështu. Pjesës juridike që a duhet as duhet. Vini avokati i Metës dhe jo i Balluku, tani. Jo, s'ka lidhje. Jo. Po s'ka lidhje, kjo se unë gjithmonë kam mbrojtur kauzat parimore. Urdhëroni tani. Çfarë ndodh? Sekretari i përgjithshëm i Këshillit të Ministrave gëzon statusin e nënpunësit civil. Këtë spaku mund ta pezullohet. Avokat, pse hidhesh nga dega në degë? Pra, spaku këtë mund ta pezullohet. Kemi ne këtë rast, sekretari s'ka gjë mund të jetë kemi ne këtë rast për sekretari i përgjithshëm se ai gëzon në këtë ligj. Flasim për organizime brenda të cilave dhe për të dhëna brenda të cilave ka biseda drejta të ministres së infrastrukturës. Çdo person i cili merret nga spaku prezumohet i pafajshëm. Patjetër.
Prezumohet të pafajshëm. Edhe unë nuk them që ju nuk jeni dakord me parimin e prezumimit të pafajshmërisë. Po thjesht mos bini tek loja e SPAK-ut që don të bëj një lojë që është në goditje të sistemit të kushtetues. Ne jemi gazetarë, besoj sepse unë ne jemi gazetarë, duam ta informojmë sa më drejt sepse është kushtetuta e 1976 kur prokuroria është mbi palët dhe mbi ligjet dhe prezulonte të ligjet. Avokat, se po bëjmë zhurmësin tani këtu të shpjegoj një gjë. Këtë kushtetut po bën. Nuk hym fare as në rrjetën e SPAK-ut, as në rrjetën e SPAK-ut, përveç se jemi gazetarë, të cilët andi pajtohet këtu me këtë gjë me mua që raportojmë të tregojmë se çfarë ka ndodhur. Po atë që thot SPAK-u, duam të dimë ku kanë shkuar. Jo, se unë SPAK-ut i them, avokat, po më lër ta përfundoj pra. Dhe unë SPAK-ut i them, ore këto parat ku janë dhe ku kanë shkuar, ku janë paratë taksa paguese. Po pse nuk e arrestoi zonjën Balluku për shemb ku kanë shkuar? Këtë mos ma bëj pyetje mua, të drejtoj ju. Atyre i drejtohem unë, po nuk japin përgjigje sepse nuk janë mban shkojnë bëjnë çfarë? Të trazojnë grupin parlamentar të Partisë Socialiste. Ndërkohë që raportojnë patjetër që pyetja në fund të ngrihet. Ku janë paratë taksa paguese shqiptarë dhe çfarë ka ndodhur me ata? Avokat, ju gjithmonë ka pasur një debat. Kur arrestua Veliaj, pati një debat madh pse duhet arrestuar që një zyrtar mund të merret të qëndrojë pa ndehur, detyrim paraqitje. Po si ka, mund të paraqitje. Zonjën e morën të pa ndehur, e di për çfarë akuzë e morën? Për shkelje të tenderëve. Më fal, ajo nuk merret dot në atë akuzë, sepse kualifikimi është i gabuar. Është si puna e zonjës Ajola, si kam thënë, po, që ka marrë SPAK-u korrupsion pasiv. Korrupsioni pasiv duhet të ketë subjektin e posaçëm që të jetë në krye të funksionit. Duhet të jetë zyrtar pra. Po, nuk është zyrtar. Dhëndri i Berishës si është marrë? Korrupsion pasiv. Ka qenë ai zyrtar, dhëndri konvertohet si zyrtar? Jo. SPAK-u e ka bërë këtë gabim. Dhe nuk jep justifikim të gjykata europiane për këtë fakt. Tani te pyetja juaj që ju thuat për zonë. Ka që ignorant janë ata SPAK-u tani se mendoni ju pse që kemi ne të djalli dhe ata që kanë shejtor, pse ata nuk gabojnë, nuk bën asnjë gjë të pa. Po si, gjykata europiane i ka thënë rasti Gëllçi nuk gabuan ata? Si e futën e kalbën në burg tjetrin? Ai është arrestimi i palishëm. Ua, po çfarë thotë kjo? Rasti Gëllçi çfarë është kjo gjë? Jo se faktet nuk janë. Po çfarë është kjo gjë? Çfarë është kjo? Rasti Gëllçi, pse po më justifikon SPAK-un? Rasti ti ishte. Ai e futi në burg. Duket sikur kemi dalë. Ai e futi në burg. Jo sepse po me perceptimin publik thotë që avokatët janë sekser, gazetarët janë gjë vëndës. Është e vërtet kjo? Jo, nuk jemi të gjithë njësoj. Po jo çdo gjë që shkëlqen është flori. Jo çdo gjë që shkëlqen është flori. Dua të di është sa kanë abuzuar këta zyrtarë dhe mbi të gjitha. Po jam dakord me ty. Çfarë do të bëhet me të gjitha ato para që janë vjedhur? Po, duhet të kapen. Do të sekuestrohen, do të merren. Se nuk ke imunitetin që ti zotëri që të bëjnë investime të tjera. Më fal, do të bëj një pyetje tani nga ana ligjore. Pastaj nga ana ligjore, ka marrë për korrupsion aktiv apo pasiva, njëra tjetra mua nuk intereson fare. Po, jo të bëj një pyetje për prova. Jo, unë shoh faktet që zyrtarë të lartë shtetëror kanë abuzuar me me paratë taksa paguesve shqiptar dhe janë vetuar nga një strukturë e posaçme. I kanë korruptuar me 11 maj Partia Socialiste mori 83 mandate. Si avokat që Partia Socialiste mori 83 mandate. Të takon të merresh ata boj SPAK-u, ata boj SPAK-u. Ne na intereson vetëm ku janë paratë taksa paguesve shqiptar. Taksa paguesve shqiptar kanë legitimuar vjedhjen e kësaj qeverie. Është fakt konkret. Me 11 maj. Një moment. Po çfarë më thoni mua tani? Një moment. Po sqarojmë diçka s'është e rëndësishme për ta sqaruar. Nuk do ta themi ne, do ta thot kushtetuesja, po ne do bëjmë tonë. Po në interpretimin tonë do bëjmë interpretim për audiencën që të kuptojmë diçka në fund. Para i do të kuptojmë dot. Se edhe debat pas ka sonte. Tani, ç'lidhje ka imuniteti që ju thoni i atribuohet ministrës, që e merr Këshilli Ministror njësoj si deputeti, pra kur bësh ministër ti gëzon statusin e imunitetit njësoj si deputetët, me pezullimin. Unë nuk i lidh dot të dyja fare. Po sepse ti në nenin 73 të kushtetutës e ke shumë të qartë që ndaj një person që ka një funksion publik, që ka cilësinë e deputetit dhe është antar i Këshillit të Ministrave, që po ai ka cilësinë e deputetit, në rast se nuk është zgjedhur deputet, dhe të thotë qartazi që mund t'i heqësh lirin në çdo lloj fajforme, mund t'i bësh kontroll personal, mund të bësh çdo lloj kontrolli të celularit dhe gjitha këto. Dhe si ka mundësi tani SPAK-u të thotë është në krye të detyrës më prish provat, kundërkohë
nuk ka vajtur të sekuestroj telefonin që ta bëj telefonin pjesë të hetimit që të shikoj a janë të vërtet këto gjëra që kanë ndodhur ndaj zotit Zballuku që i kanë kapur tek varësi së sajt apo jo. E kuptove çfarë po them? Jo, nuk po të rishket sepse lexoj, jepja qytetarëve ta lexojnë. Neni 73 çfarë thot? Deputeti pika 2 ose pika e parë që nuk mban përgjegjësi kur flet në kuvend. Po. Pika 2 thot deputeti nuk mund të arrestohet ose të hiqet liria në çfarë do lloj forme apo ndaj tij të ushtrohet kontroll personal ose i banesës pa autorizimin e kuvendit, që është pa i hequr imunitetin kuvendi. Po, ti e ke të pandehur dhe nuk ke mbajtur shkosh t'i heqësh imunitetin. Prit, ku është hequr liria? Provat. Shikoj provat. Në gjumua. Jo te provat, ato ç'është te provat. Bllokimi Ky është mashtrimi i spakut. Thot për prova, kundërkohë ti nuk e ke hequr imunitetin që ç'është ta kapësh te prova këtu te telefoni. Një sekond, nuk e ka bërë pyet juridikisht. Nuk e ka bërë. Ne ke të qartë. Nuk po pyesim as çka ka bërë, çka bërë spaku, as çka nuk ka bërë spaku. që neni 73 dhe juridikisht, si ta kuptoj. Dhe nëse është bërë gabim, juridikisht ku është bërë gabimi? Urdhë ku e ke? Pra, nuk mund të shkosh të marrësh te berberi, nuk mund t'ja marrësh berberit të dhënat tek telefoni i tij dhe nuk ta mban të shkosh t'ja marrësh kësaj telefonit dhe t'ja sekuestrosh, edhe ta marrësh si provë të thosh zonjë, ti pas ke fol me berberin, bëj kryqëzimin të dhënave dhe them ky është provë për mua si prokuror. Është shumë e thjeshtë kjo. Avokat, një sekond. Është shumë e thjeshtë. Nuk e ka bërë pra, nuk e bëri. Nuk e ka bërë. Pse duhet të bën tek këtë veprim tjetër? Lutem, do të bëj dy pyetje juridike. Heqja e pasaportës. Bllokimi i pasaportës së zonjit Ballukut. Cilësohet heqja liria apo jo? Për mua po. Po gjykata kushtetuese me rastin e Berishës, prit një sekond. Sa kufizim lirie. Gjykata Evropiane të Drejtave të Njeriu, kufizim të lutem. Gjykata Evropiane të Drejtave të Njeriu çfarë tha? Zotri, pse i keni hequr lirinë deputetit? Avokaturës së shtetit. Dhe nuk po, kështu i ka thënë. Dhe avokatura e shtetit nuk ka çuar përgjigje në kohën e dur dhe ka çuar pas afatit kohor që është vendosur nga Gjykata Evropiane të Drejtave të Njeriut. Pra, prit do thotë GKO-ja ka bërë gabim kur ka vendosur pa i hequr imunitetin, ka vendosur këtë masë. Berishës kur bërë detyrim paraqitje dhe ndalim për të dalë jashtë shtetit. Dhe Gjykata Evropiane i thotë Shqipërisë, hajde më të citoni ju mua, ku e thoni që deputeti ka imunitet dhe ku e thoni që nuk ka imunitet deputeti. Kemi detyrim ta zbatojmë atë që thotë Gjykata Evropiane. Patjetër, sepse ne jemi palë dhe përveç kësaj tek ne 116 të kushtetutës, pas kushtetutës vin marrëveshje ndërkombëtare të ratifikuar me ligj që nënkuptojnë vendimet gjyqësore të gjykatave respektive të cilët ne jemi palë. Ma prevalon kushtetuta. Pra, një sekond, për si në normale, çfarë do thotë kushtetuta? Çfarë thot në fund fare kushtetuta? Thot duhet i garantoni hierarkinë e normave. Kushtetuta e para, pastaj vijnë aktet të tjera. Tek pezullimi prap. Se duhet ta sqaroj çfarë pezullimit, po ta sqarojmë ndoshta edhe pa debat. Po, shumë i qartë është. U kërkua pezullimi si zëvendës kryeministre dhe si ministri infrastrukturës. Ta thash edhe një herë, që mos të intimidojnë dëshmitarët, ndoshta si rasti Velie që vendosi atë masë sigurie. Këtu nuk u vendos masë sigurisë, kjo ha tjetër debat. Është tjetër debat që nuk dua ti. Po duhet të futemi. Jo, sepse nuk mund të thuash ti për prova. Po mos mos më thuaj të provas, se urdhë ku e ke provën. Sekuestroi telefonin. Pyetjen tani se sekuestroi telefonin. Nuk jam mban ti sekuestroi telefonin. Po vetëm pa vërtet. Po nuk po kuptojmë asgjë. Po nuk jam mban t'ja marrin telefonin që të kapin provat. Pse s'jam mban? Po nuk jam mban, se s'jam mban. Se t'jam mbanin e bënin. Më rri një sekond. Të zhdukur spaku guzimtar në raport me hetimin e dosjes Balluku apo jo, Aida? Shiko, nuk po marr pjesën, ishte guzimtar, nuk ishte guzimtar. Si ke parë? Më thuaj se ke parë në përsimin e gjës. Ne kemi diskutuar andi her pas here që deri ku do të shkojë prokuroria e posaçme, pra deri në cilin nivel. Do të shkojë deri në nivelet e larta qeverisë dhe një nga nivelet më të larta e qeverisë është zëvendës kryeministri i vendit, pastaj vetëm po të shkojnë tek kryeministri se nuk ka ku të shkojnë më. Patjetër që ne nuk ishim mësuar, më parë kishim parë, ishte zëvendës kryeministrin Arben Ahmeta i cili u hetua, ju dha edhe masë sigurie dhe sot është në kërkim nga prokuroria e posaçme, por jo një zëvendës kryeministër apo një ministër në detyrë. Guxim. Tani nëse ka prova dhe hetime, unë nuk do ta quaja guxim duke zbatuar detyrën, ëh? Duke ushtruar detyrën. Megjithatë, në një vend ku nuk ishim mësuar që të shkojë deri në atë pikë dhe me gjithë këto diskutimet dhe ato që avokati thot, edhe një farë guximi është. Ne kuptoj. Mendon se dosja Balluku mbyllet këtu, në kuptimin që
çfarëdo që të shkojë historia rri vetëm te Balluku, apo mund të shkojë vetë te kryeministri në një moment, duke qenë se kemi të bëjmë me tendra të cilat le të themi janë projekte infrastrukturore të vlerave të mëdha dhe që sigurisht ndoshta mund apo nuk ka dini kryeministri, nuk ta them këtë, por logjika e do që të ketë, si e shikon gjën? I është afruar më saktë hetimi të kryeministrit në një moment SPAK-u? Shiko, të paktën nga ajo çfarë kam lexuar deri tani nga vendimi i gjykatës posaçme në korrupsion për masën e sigurisë të dhënë ndaj zëvendës kryeministres dhe ministres së infrastrukturës dhe vartësve të saj, nuk ka të dhëna të cilat implikojnë kryeministrin e vendit zoti Rama. Nga ana tjetër kemi edhe të dhënat e dala nga loti i 4 i Unazës Madhe, pra përveç tunelit të Llogaras, gjithashtu nuk ka të dhëna që implikojnë kryeministrin. Pastaj janë edhe të 7 lotet e tjera të Unazës së Tiranës që gjithashtu janë në hetim nga prokuroria e posaçme, pasi dyshohet të jetë përdorur pothuajse e njëjta metodë siç është përdorur dhe me lotin e 4-t, por mbetet për të parë se çfarë do të dalë. Pastaj nga ana tjetër, për sa kohë nuk ka të dhëna të paktën nga ato që ne disponojmë, mbeten vetëm akuza politike mes palëve që kur është zëvendës kryeministri është edhe kryeministri. I mbetet gjykatës në fund, prokurorisë në fund ta nxjerrë nga hetimet nëse është kryeministri i përfshirë apo jo, deri tani nuk rezulton. Pyetje tjetër, dhe ndoshta kjo është gjykim krejt personal nga ana jote Aida, se kemi thënë që ne gazetarë jemi, raportojmë, themi faktet, por sigurisht dhe kemi dhe qytetarë në funditës. Mendo se SPAK është një nga ato institucione i cili gabon kur ngre një akuzë, gabon kur nuk shkon ku duhet, ndoshta ky diskutimi që tek Balluku nuk ka shkuar drejt një mase më të ashpër sigurie, nuk ka kërkuar ndoshta heqjen e imunitetit për shkuar tek masa e sigurisë, do ta quajë një gabim, do ta quajë një lëvizje taktike nga ana e SPAK, ndoshta tek ngritja e akuzave, si e shikon në tërësinë e gjës? Shiko, patjetër nuk do doja të hyja në interpretime të masave të kërkuara nga prokuroria, sepse është gjykata ajo e fundit ajo që i cilëson dhe i çmon nëse këto hetime janë për këtë vepër penale që e kanë përcaktuar dhe për sa kohë gjykata ka vendosur që të gjitha këto akuza dhe këto fakte të mbledhura deri tani në dëm të ministres së infrastrukturës dhe energjetikës dhe vartësve të saj janë për këtë vepër penale, atëherë janë pikërisht për këtë vepër penale. Pastaj të gjithë diskutimet e tjera andi se a veproi siç duhet, që nuk kërkoi një herë heqjen e imunitetit dhe të bënte pezullimin nga detyra si pa imunitet, pra pa imunitetin e deputetit apo të ministres. Nuk do doja të mbaja një qendrim personal në këtë pjesë, sepse sigurisht duke qenë edhe delikate si çështje, patjetër më mirë të presim hetimet vazhdojnë. Është shumë e rëndësishme të themi që hetimet vazhdojnë dhe për sa kohë hetimet vazhdojnë, kjo nuk kupton që kjo akuzë që ka aktualisht Belinda Balluku apo që kanë edhe varësit e saj mund të ndryshojnë në varësi të hetimeve. Kështu që presim të avancojnë edhe ca hetimet dhe pastaj patjetër që mund të ketë edhe ndryshime. A gabon SPAK-u? Nuk do doja të mendoja që një prokurori gabon. A që më tepër kjo speciale, po thua, kuptimin e... Patjetër. Sepse pritshmëritë janë shumë të larta. Okej.